Nën masa të repta të sigurisë, Komisioni Shtetëror Zgjedhor sot ka filluar të transportojë materialin zgjedhor që do të shfrytëzohet të dielën me 7 prill. Maqedonasit nga Struka, të cilët jetojnë në Zvicër, nëpërmjet rrjeteve sociale kanë filluar të organizojnë që të dielën me 7 prill të vinë në vendlindje që të mund të votojnë në rrethin e dytë të zgjedhjeve. Transportin do ta kenë falas. Kandidati për kryetar të komunës së Çajirit, Izet Mexhiti, sot u takua me studentët në sheshin Skënderbeu. I pranishëm në këtë takim ishte edhe kryetari i sapo zgjedhur i Kërçovës, Fatmir Dehari, i cili falënderoi shkupianët për përkrahjen e madhe që ia dhanë në këtë zgjedhje historike. 8 ditë pas aksidentit, gjykatës i hetues sot sërish ka dalë në vendngjarje për të zhvilluar hetimet të reja se si ka humbur jetën gazetari Nikola Mladenov. Hetimet zhvillohen me kërkesë të gjykatësit hetues. Komisioni për lustrim sot ka marrë në shqyrtim edhe 11 dosje të reja. Në mesin e personave që do t'i nënshtrohen procesit të lustrimit janë ish funksionar të shërbimit sekret dhe disa prokuror publik.